Përmbytjet në Vlorë sapo nisën, shirat e parë janë kthyer në fakt në maktin e familjeve vlonjate, e jo vetëm atyre që jetojnë në zonat periferike. Një problem të theksuar ka prezantuar sot për sa i përket përmbytjes së rrugëve dhe banesave, zonat e ndërhyrja, ku 10 banesa të qytetarëve janë gjendur në ujë. Banorët e zonës shprehen se janë shkatruar orendiq shtëpiake, apo edhe pajisjet e ambienteve të tyre të punës, ndërsa që prej mëngjesit deri në mesditë, uji nuk ka ikur ende nga banesat e tyre. Qytetarët pranojnë se problemi është i kahershëm dhe se banesat e tyre janë përmbytur 2 herë brenda këtij muaji, ndërsa theksojnë se problemi qëndronte në stacioni i pompave në parkun e Mallrave, i cili nuk takohet pasi sipas punonjësve në këtë zonë ka debitor të ujit të pijshëm. Problemi i zonës ky, punon hidrovori i pari, se takon hidrovorin. Vetëm ndërmarrja ka thënë që janë debitor me ujin e pijshëm edhe nuk takojnë pompat, tash se çlidhje kanë shkruar. Ka debitor atje, kanë gjetur rrugën e ka 2 muaj që nuk takojnë, vetëm kjo linjë. Ja siç e shihni këtu, janë brenda shtëpisë. Është komplet larg, ja siç duket. Brenda shtëpisë. Neve këta vas kemi nga se që bie shi, nuk e dim, atëra para zgjedhje u bë diçka. Bën një kanal, shtruan ta tuba i bën sa për kaluar radhën. Tani ato pompa nuk i takojnë, një thot kanë defekt, një thot nuk i takojnë. Jo kemi në zonën e të vdekurve. Nuk e dim çfarë tek. S'dim ku tankojnë, s'dim ku të vend. Tikoj pomën e kanë vënë atje, unë po i daj gjitha plazhet e shtëpisë divane, gjitha do i marr të jetë, s'ka. Çe pa mundur. Një më ankuan e tash këto i bën tubot e shkarkimeve këto gjalla ta, tash ja hapet i trovora sa në zimje. Me 10 familje janë ende në ujë në këtë zonë shumë pranë qendrës së qytetit, ndërsa këto familje që prej mëngjesit nuk kanë mundur të dalin nga banesat, pasi niveli i ujit është gati 20 cm mbi rrugë.